Mos më qaj hall Flamur. Vazhdo. Edhe 2 muaj e mos bëj partizane. Tani, unë e kuptoj këtë shqetësim, sepse inceneratori vjedh 430 milion euro. Kjo nuk është për procedurë. Së është për procedurë. 400 milion euro incenerator nuk është për procedurë. Jo, nuk është për procedurë. Ke diçka për procedurë, zoti Noka? Po, e ke të hapur mikrofonin. E ke të hapur. Jo, do më pysësh se respekton rregulloren. Mos I bjerë asaj foltore se do kaloj në votim. Jo, ose do të përjashtoj nga seanca. Hape mikrofonin të dëgjojmë procedurën. Hape një mikrofon. Ja pra ta them, procedura është kjo. Kur opozita thot të vërtetën, ju alarmoheni dhe thoni po sulmohet Shqipëria. Po kur vidhet 400 milion euro me inceneratorin, 400 me një koncesiosh në... Fjalën e ka deputeti Bylykbashi. Doni ta merrni fjalën, zoti Bylykbashi? Nuk është për procedurë, pra le të flasi pa mikrofon. Unë ju përmenda për t'ju ulur në vend. Dakord? Ishte referim. Ishe në mes të fjalës, nuk ka për procedurë, gjë të mençur nuk do thuash, është shumë e qartë, do flasësh për inceneratorin, do flasësh për procedurë. Ke fjalën sërish, kur të jetë ligji tjetër, mund të flasësh 10 minuta. Tani të lutem, mund të ulesh I nderuar zoti Noka dhe ta marri fjalën zoti Bylykbashi? Po nuk është për procedurë. Po sërish, po si për procedurë do ta mbyll. Çfarë të bëjmë tani? Po si për procedurë ta mbyll sërish? Okej, jepja fjalën, jepja. E kisha mbaruar 5 herë. Zonjë, kur ju vidhni, thoni shërbeni Shqipërisë, ta fshehim. Kur ju merrni koncesione, thoni shërbejmë Shqipërisë. Kur Plum Gjoka merr 10 hektar, Sueli atje kazinot, apo drogën tropinët, ju thoni shërbejmë Shqipërisë. Dhe kur sërish, tani Flamur ta dhan fjalën 3 herë, nuk e përdore për procedurë. Kur të marrësh fjalën këtu, do flasësh sërish. Të përshëndes. Do t'ja lejoni zotit Bylykbashi të flasë për raportet e OSBE Odirit, se I di më mirë zotit Bylykbashi. I di më mirë, tani të lutem. Tani e ka mundësi, hajde je I përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo, je I përjashtuar nga seanca. Je I përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo tani, ik tani, hajde. Po ç'është kjo më e çikon gjuhën atje, dëgjoni gjuhën atiti. Po dëgjoje. Tani të lutem, largohu nga foltorja. Flamur, largohu nga foltorja. Zoti Noka, largohuni nga foltorja. Jo, nuk ka nevojë për gardën. Po s'ka nevojë më për gardën, nuk ka nevojë. Ju lutem, largohuni, nuk ka nevojë fare. Jo e përfundove fjalën. Po s'ishte pra për procedurë. Jo, as 1 minutë. Flamur, je I përjashtuar nga seanca tani, Flamur. Të lutem, mos I kishe thënë ato fjalë, ç'a të them tani. Jo, vazhdoni, zoti Bylykbashi. Po ju respektoj në maksimum për çdo procedurë. Nuk duroj as fyerje,
nuk duroj këtu as zaptim foltore, as gjë tjetër. Tani ulu flamur se nuk, ose largohu se je i përjashtuar. Tani vazhdo. Zoti Bylykbashi. Zoti Bylykbashi ka fjalën. Muhabet. Pesë minuta pushim. Të vinë deputetët në sallë.